إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Lidhja jon me Muhamedin alayhi salam është lidhje fetare. Lidhja jon me Muhamedin alayhi salam është lidhje që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Thot thua jo Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë e jani pas meje, e jani pas pejgamberit alayhi salam, atëherë Allahu ju do juve dhe u afal mëkatet e juaja. Ka thënë Muhamedi alayhi salam se kush më respekton mua ka respektuar Allahun. Kush nuk e ka respektuar Muhamedin alayhi salam nuk e ka respektuar Allahun. Pra është urdhër prej anës së Allahut subhanahu wa taala që na me ndjek dhe me pasu sunetin e pejgamberit alayhi salam dhe mu largu prej gjithë shkaje, mu distancu prej gjithë shkaje që është distancu Muhamedi alayhi salam ose që në ka urdhru mu distancu Muhamedi alayhi salam. Pra është urdhër që na mu kanë pasus të drejtë të sunetit të pejgamberit alayhi salam, se suneti pejgamberit alayhi salam është rrugë e shpëtimit, është rrugë e xhenetit. Prej sunetit të pejgamberit alayhi salam nuk është rruga e sekteve, nuk është rruga e dervishave, nuk është rruga e sufive, nuk është rruga atyre që bojnë hu. Në Islam, në sunetin e pejgamberit alayhi salam, për çdo adhurim që e bojna, kena argumente prej Kuranit edhe prej haditheve të pejgamberit alayhi salam. E çdo sen që nuk ka argument, ajo nuk ka bazë në fe dhe ne duhet mu largu dhe duhet mu distancu prej sajna. Suneti i pejgamberit alayhi salam përfshihet në shumë rrafshe të jetës, në shumë segmente të jetës. Suneti i pejgamberit alayhi salam nuk është vetëm I fol sunet e namazit. Kjo është një prej suneteve të pejgamberit alayhi salam. Suneti I pejgamberit alayhi salam përfshihet në shumë pjesë të jetës. Prej pjesëve që përfshihet suneti I pejgamberit alayhi salam është dituria, dashuria për pejgamberin alayhi salam. Më së miri shprehet duke e mësuar dhe duke e përcjell fjalën e tina, duke e mësuar dhe duke e përcjell fjalën e pejgamberit alayhi salam. Se ka thënë pejgamberi alayhi salam në hadith: Allahu e mëshiroft atë që e dëgjon prej meje një hadith dhe e mëson përmendesh dhe ja përcjell tjetrit. Prej sunetit të pejgamberit alayhi salam, prej dashurisë që na e tregojnë për pejgamberin alayhi salam, është dituria për ta. E kena dëgjuar një hadith pejgamberit alayhi salam, e kena mësu, kallzoja shokit tan, kallzoja vllaut tan, kur shkosh te shtëpia, kallzoja familjarëve tu, kallzoja gruas tane, fëmijëve tu. Përcjellë atë çka e ke dëgjuar në hutbën e xumës. Përcjellë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alayhi salam. Ka thënë Zuhriu, ti ja mësosh dikujt në një sunet të pejgamberit alayhi salam, është më e madhe se sa me fal nafile 200 vjet.
Çaq vlerë të madhe që ka. Mi jam mësu dikuj në një sunet pejgamberit alayhis salam, një vepër që e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Prej segmenteve tjera të sunetit të pejgamberit alayhis salam, në jetën tonë është adhurimi. Mënyra se si e pasojnë Muhammedin alayhis salam dhe se si e fitojnë në respektin e pejgamberit alayhis salam, është edhe kryerja e adhurimeve fakultative. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu e mëshiroft atë person që i fal 4 rekate para namazit e ikindis. Po sunetet janë të shumta. Sunetet e pejgamberit alayhis salam janë të lloj-llojshme që i përfshin këtë porët e jetës. Dashuria për Muhammedin alayhis salam është fe, e cila nuk përfshihet vetëm në një rafsh, po përfshihet në të gjitha rafshet. Raportet burr-grua, çka thon pejgamberi alayhis salam në hadith? Allah e mëshiroft burrin i cili kur qohet natën për me fal namaz, pasi që falet, e zon edhe gruan e tina, e nëse ajo refuzon shkaku i gjumit, atëherë stërpik ata me ujë. Edhe kundërta, edhe kjo është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam. Raportet me të tjerët, ka thonë Muhamedi alayhis salam, Allahu im tregoj i ashpër me ata që merr ndonjë çështje të umetit tim përsipër, dhe tregohet i ashpër me ata. E tregohu i butë me ata që merr përsipër ndonjë çështje të umetit tim, dhe tregohet i butë me ta. Pra, në çdo çështje tane, më koni butë dhe mos më koni ashpër, se butësia afron, ashpërsia largon. Si ka qenë pejgamberi alayhis salam në shitblerje, pra pasimi i sunetit të pejgamberit alayhis salam edhe në shitblerje. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu e mëshiroft atë person i cili është i butë kur shet, i butë kur blen, edhe i butë për kthimin e borxhit. Këshire, në shumë pjesë të jetës, përmendën suneti i pejgamberit alayhis salam. Përmenden vepra dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam. Etika e pejgamberit alayhis salam, sjellja e pejgamberit alayhis salam, na nuk mund na më thonë se e dojnë pejgamberin alayhis salam dhe jena të pasjellshëm. S'mund na më thonë se e dojnë pejgamberin alayhis salam, e pasojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe jena në moral të shturur, jena fjalë të këqij, jena vepër të këqij. Pra ai që e do pejgamberin alayhis salam, ai e pason ata. Ai që e do pejgamberin alayhis salam, ai është i sjellshëm me njerëzit e tjerë, është i butë me njerëzit dhe nuk është i vrasht. Sillet në mënyrën më të mirë. Kur të folë, i fol vetëm fjalët më të bukura dhe më të mira. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu e mëshiroft robin i cili o flet mirë dhe fiton, o hesht nga e keqja dhe shpëton. Ose fol mirë edhe fiton, ose më mirë nuk fol hiç, edhe shpëton nga harami, shpëton nga e keqja. Se na sa që na folmi me gjuhën tonë, kena me dhon llogari. A kur të heshpi, nuk jap me llogari para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka një herë ka raste që më mirë me fol, ka raste që më mirë mos me fol, nuk din shuj. Nëse mendon që më shumë ki më po shat, më mirë shuj. Se dami jot më i madh mund të më kanë. Nga kjo shohim se dashuria për pejgamberin alayhis salam është imazhi i fetarisë për kryr. Pra fetar, imani, ai i cili ka frikë Allahun subhanahu wa taala, ai e pason sunetin e pejgamberit alayhis salam. Në të gjitha porrat e jetës, në të gjitha segmentet e jetës, a si i ri, a si burr, a si plak, e pason sunetin e pejgamberit alayhis salam. Se na kena shembull pejgamberin alayhis salam. Ne kemi dëgju sirën dhe jetën e pejgamberit alayhis salam kur ka qenë i ri, kur i ka ardhur shpallja, kur i kanë vdek fëmijët se çish ka vepru, kur e kanë shah se çish ka vepru, kur është plak pejgamberi alayhis salam, kur i kanë dalë thijat e para pejgamberit alayhis salam. Na këto kena dëgju. Mirë po sa i kemi praktikuar. E pra kjo fe, edhe ky dini Allah don praktik. Kjo fe, ky dini Allah të lyp vepër. Nuk lyp me flajt. Allahu nuk i do dembelat, po i do ato që veprojnë, ato që punojnë për dunja dhe për ahiret. E lusë Allahu në madhruar me na bë prej pasuzve të denjtë të sunetit të pejgamberit alayhis salam. E lusë Allahu në madhruar me na mundsu me fit. E lusë Allahu në madhruar
mu kam për atyre që Allahu na don dhe e fitojnë kënaqësinë e Allahut. Lusë Allahu në madhruar me na fal me falën e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Lusë Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarm të xhenemit. Lusë Allahu në madhruar me na udhëzon rrugën e drejtë, rrugën e Kuranit dhe rrugën e Sunetit. Lusë Allahu në madhruar me na bë prej atyre që i falmi 5 kohë namaz, e kina frikë Allahun, bajna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Lusë Allahu në madhruar me na ndriçu natën e varrit, me na lehtësurën e siratit, dhe lusë Allahun subhanahu wa taala me na të bun xhenet, çashtu që na ka të bun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.